kem pas raste, e di për shembull një rast me motel, ka qenë rreth 20.000 euro, me vjedhje çerbime. E di se vitin e kaluar kemi pas disa raste, ka qenë një restoran, biznes, ku sipas kallëzimit penal kesit, domethënë kompanisë ketë ju shkaktuar dëm në vlerë 10.000 euro. Edhe qytetarët do të më ditë, në rastet kur dëmi është mbi 5.000 euro, ndryshon edhe kualifikimi ligjor i veprës penale, kalon në vjedhje të rëndë. Edhe dënimi për këto raste nëse vërtetohet me prova dhe vërtetohet që dëmi është mbi 5.000 euro, është dënë 10 vite burgim. Domethënë ka tjetër dënim. Po si kemi vepruar në këto raste? Zakonisht kur kanë ardhur këto kallëzime penale me vlera më të larta, ne si prokurori kemi angazhuar ekspert të elektroteknikës, edhe zakonisht vlerat, domethënë nuk kanë dalë këto, kanë dalë më të ulta. Prandaj unë mendoj, domethënë se te këto rastet me biznese është e domosdoshme ekspertiza e elektros, pasi që edhe në bazë kësaj edhe bëhet kualifikimi ligjor i veprës penale. Zakonisht prej vjedhjes të rëndë kanë përfunduar edhe në vjedhje çerbime, domethënë mbas ekspertizave. A mendon që ka një farë lloj çësje amnistuese ndaj bizneseve sesa ndaj qytetarëve në këtë raport me? Nuk kam vrejt. Kem pas raste, e di për shembull një rast me motel, ka qenë rreth 20.000 euro, me vjedhje çerbime, edhe këto ka pas ekspertizë. Ka domethënë raste fabrika, ndërmarrje të ndryshme, nuk amnistohet askush, paktën në bazë asaj nuk kam domethënë ndonjë indikacion që kam vrejt një gjë të tillë.